ne si njësi profesionale zjarfikës e shpëtimit jemi kompletuar me 30 zjarfix 3. Kjo është një ndihmesë e madhe sepse këto zjarret fushore malore, sidomos këto zjarret malore, kërkojnë fuqi punëtore shumë. Fatbarësisht, ky numër u shtu, kemi nevojë ende për zjarfix, padyshim, kemi nevojë ende për pajisje të reja edhe moderne, sepse një pjesë e madhe maleve, zona që i mbulojmë ne, janë zona që janë vështirë të qasshme. Edhe qasja atje buhet përmes, kom është pak sfiduese, e kemi si parim, si qëllim, daljen, vendngjarje dhe angazhimin gjithë potencialin, gjithë mekanizmat, gjithë resurset për me i dalë ndihmë zonës qytetarëve. Tash, ka raste të caktuara që ky reagim është më i lehtë, ka raste të caktuara që reagimi mund të jetë kaq sfidues, po sido që të jetë, unë e kisha shfrytzuar gjithmonë në rastin me i falendëruar këta djem, të cilët nuk e kursejnë pothuajse kurrë për me realizuar qëllime.